Festohet dita e verës, një nga festat më të vjetra pagane shqiptare, me rrënjë që shtrihen thellë në lashtësi, e quajtur ndryshe si dita e largimit të dimrit. Kjo festë ka krijuar tashmë traditën e saj, jo vetëm tek banorët e qytetit të Elbasanit, por edhe në qytete të tjera të vendit dhe veçanërisht në Tiranë. Kryeministri Edi Rama dhe presidenti Bajram Begaj uruan të gjithë qytetarët ditën e verës, duke uruar për të gjithë një verë të begat. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka uruar qytetarët për ditën e verës nga Elbasani, teksa u shpreh se shqiptarët janë optimist për ndryshimin e 11 majit. Në zemra këtë festë, në të lashtër, në të bukur e festave, festën e ndrimit të natyrës, festën e shpresës, e bukurisë, luleve. Dita e verës e gjën Elbasanin, i gjën shqiptarët, më optimist, më besim plot se kur në ndryshimin e madh të 11 majit. Zanafil ditës së verës e ka në faltoren Zana e Qermenikës, e ndërtuar në rrethinat e qytetit të Elbasanit, e cila ishte perëndesha e gjuetisë, pyjeve dhe të gjithë natyrës. Sipas gojdhënës, kjo zanë dilte nga faltoria e saj ditën e 14 marsit. E trashëguar Bespras Brezi, kjo festë popullore është një ditë e cila sot identifikon dhe vetë qytetin e Elbasanit, ku çdo që do të kalojë këto ditë pranë Elbasanit, do të ndjejë aromën e ndjellëse të ballokumeve. Ballokumet janë ëmbëlsira tradicionale e kësaj feste. Në Elbasan gatuan vetëm në këtë ditë. Kjo i bën ato edhe më të veçanta. Janë ëmbëlsirat që gatuan me miell misri të situr mirë, gjalp dhe sheqer të imët. Gjithashtu, një detaj i kësaj feste është dhe vendosja në dorë e verores, një bizylyk prej fijesh të bardhë dhe të kuqe, që lidhen në kyçin e dorës dhe zgjidhen kur të shihen dallëndyshet e para. Në disa krahina, veroret veraren në degët e pemëve, kryesisht dafinash, që dallëndyshet t'i marrin e t'i sjellin në mbarësi.